Ekipi i Orikut drejt kategorisë së parë. Ekipi bregdetar ka bërë një tjetër hap të rëndësishëm, teksa ka fituar në ndeshjen e radhës të luajtur ditën e diel në shifrat 4-0 përballë ekipit të Tomorit. Ndeshja është luajtur ditën e diel në fushën sportive të qytetit të Orikut, aty ku ekipi vendas ka treguar sërish një performancë të shkëlqyer, duke marrë një fitore me shumë rëndësi dhe duke përfituar edhe nga hapi fals i ekipit të luftëtarit, i cili ka barazuar 0-0 në transfert. Tashmë të dyja skuadrat janë me pikë të barabarta dhe ekipi i Orikut do të synojë padyshim të mbajë vendin e parë në renditje që sezonin e ardhshëm të dërgon në kategorinë e parë. Në ndeshjen e luajtur përballë Tomorit, ekipi i Orikut ka fituar 4-0, duke mbyllur pjesën e parë në shifrat 2-0 me 2 gola të realizuar nga Llojaj. 2 gola të tjerë janë realizuar nga ekipi i Orikut edhe në pjesën e dytë, duke mos e vënë asnjë në diskutim fitoren dhe duke marrë kështu 3 pikë mjaft të rëndësishme që e mbajnë në vendin e parë të renditjes së bashku me ekipin e luftëtarit. Tashmë për Orikun janë edhe 3 ndeshje mjaft të rëndësishme deri në përfundimin e takimeve të vlefshme për grupin B në kategorinë e dytë, ku padyshim ajo që është më e rëndësishme është takimi që do të luhet pas 2 javësh përballë ekipit të luftëtarit, 2 skuadra të cilat pretendojnë ngjitjen në kategorinë e parë. Megjithatë, deri në këtë moment ekipi i Orikut është duke bërë një paraqitje të shkëlqyer në grupin B të kategorisë së dytë dhe këtë ka treguar edhe në fitoren 4-0 të arritur të dielën përballë ekipit të Tomorit. Ekipi i Orikut vijon kështu rrugtimin drejt kategorisë së parë, që është dhe objektivi kryesor për këtë ekip për sezonin e ardhshëm.